Përshëndetje miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Fokusohuni te kjo video. Çfarë do të ndodhë për 24 orë në jetën tuaj? Çfarë ndryshimesh, çfarë lajmesh do të meni për 24 orë në jetën tuaj? Fokusojeni energjinë tuaj në këtë moment te kjo video që po shikoni. Ju jeni një femër shumë intelekte, që pa një dashuri pa kushte, një femër e dashur, një femër familjare. Do të vi ky princ me këtë kupë të argjend që do të sjellë këtë bollok. Jeni një femër shumë spirituale, shumë shpirtërore, që meditoni për të reflektuar me botën tuaj. Keni mistere, mbarti mistere, sekrete në jetën tuaj. Treshi i kupave më tregon që për 24 orë ju do të bëni një festë të madhe. Jeni një person pak i vetmuar, por personin e zemrës tuaj e keni si një dritë, si fener, si fener që mbani në dorë. Ky person ka fuqi dhe komand tek ju, vjen drejt ju shumë shpejt, me këtë kuror dafine në dorë. Do të merrni një lajm tek pjesa e pasurisë. Pjesa e shkopilë më tregon një lajm të mrekullueshëm që do të merrni tek pjesa e një pasurie, një trashëginie. Dhe do të bëni, këto janë lajmet që do të merrni për 24 orë. Do të bëni një takim të rëndësishëm. Dyshi kupave më tregon takimin e rëndësishëm që do të bëni në jetën tuaj me personin tuaj të zemrës. Është një takim serioz për plane afatgjata në jetën tuaj, të mbrojtur, ky takim i mbrojtur nga ky ëngjëll në univers. Sepse ju jeni për të mashkull që bën këtë takim me ju, mbretëresha e monedhave, një femër e realizuar, femra e ëndrave të tij, ideale e ëndrave të tij. Me kë rezonon kjo histori? Me Birgjereshën, me Luanin, me Dashin, me Briciatin, me Peshoren, me Gaforen dhe me Binjakët. Kurse me Gërmat mund të rezonoj që energji e përgjithshme me gërmën N, gërmën S, gërmën J, gërmën Q, gërmën B, Sh, V, D, A, M dhe G. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe, një like dhe një zemër të vogël poshtë videos për të bërë video sa më të bukura, të mbushura me energji pozitive.